Kalifornia kohët e fundit anulloi një ligj të shtetit që kërkonte nga kompanitë e mediave sociale të zbulojnë se si ato kontrollonin gjuhën e urrëties dhe përmbajtje të tjera potencialisht të dëmshme në platformat e tyre. Ligji, që kishte fillesat në vitin 2022, fillimisht u inicua nga antari demokrati i Asamblesë së Kalifornisë, Jeze Gabriel. Ligji kërkon të adresojë shqetësime se platformat e mediave sociale po mundsojnë përhapjen e urrëties, racizmit, dhunës ekstremiste dhe teorive konspirative. Por, një padi në vitin 2023, nga drejtuesi i kompanisë së media sociale X, Elon Musk, dikur Twitter, sfidoi ligjin që kërkonte nga platformat të paraqisnin raporte publike mbi praktikat e tyre të kontrollit të përmbajtjes 2 herë në vit. Një gjykatë federale vendosi propadisë së kompanisë X vitin e kaluar, duke theksuar se ligji shkelte të drejtën kushtetuese të kompanive të mediave sociale për lirinë e fjalës. Zëri i Amerikës kërkoi një reagim nga kompania X për këtë zhvillim, por nuk mori përgjigje. X's argument revolves around the claim. Kompania X argumentonte se kërkesa për raportim rreth vendimeve të tyre në lidhje me lloje të ndryshme të përmbajtjes dhe si të përgjigjet asaj është shkelje të drejtave të tyre të amendamentit të parë, sepse këto raporte mund të jenë një formë detyrimi dhe do të ishte një ndërhyrje në atë që mund të njihet një vendim i tyre editorial. Shtetet janë përpjekur, por kanë dështuar të rregullojnë politikat e përmbajtjes së mediave sociale. Florida dhe Teksasi, 2 shtete me shumicë republikane, miratuan ligje që kufizojnë kompanitë e mediave sociale. Por këto ligje u pezulluan vitin e kaluar, kur gjykata e lartë vendosi se kompanitë e mediave sociale kanë të drejtë të marrin vendime editoriale pa ndërhyrje të qeverisë. Të njëjtat probleme që lidhen me amendamentin e parë lindin në shumë prej këtyre ligjeve. Shpresojmë që gjykata ta kenë parasysh këtë vendim dhe në raste të tjera dhe ne do të vazhdojmë të shohim që amendamenti i parë të qëndrojë fort, në mënyrë që të vazhdojmë të shohim përfitimet e fjalës së lirë në internet. Megjithatë, përpjekjet për të rregulluar mediat sociale në nivel shtetëror vazhdojnë. Në dhjetor, shteti i New Yorkut miratoi një ligj të përafërt me versionin e Kalifornisë.